qof lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, ju përshëndesim kudo që jeni në këtë orë të mesme dhe ju ftojmë që të lutim së bashku Engjëllin e Zotit dhe orën e mesme. Në emër të Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit. U bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne, e shenjtja nën e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd, po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit na e zbulove mishrimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyn të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit, ati ynë që je në qiell, u shetroft emrit, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, Dhe i shndrit drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Në këtë moment e do lusim orën e mesme. Sot është shtunjava 27 gjatë vitit liturgjik C. Psalmet i marrim nga java e 3 e psalterit. O hymë e janë ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës së 6. Mbret i fort hyj i vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarr shkëlqen mesditën. Shuaj i flakët e shamatave, flakë zjarrin e dëmpruesve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atë tër drejtësi dhe t'i birë baraz me atin, bashk me shpirtin ngushëllimtar, që mbretronin ndër gjithë shekujt. Amen.
Antifona e parë. Pranoj o Zot shërptorin tënd sipas dashurisë sate. Psalmi 119. Veprova me drejtësi e më të drejtë, mos më dorëzo të shpifësit e mi. Hyrë dorëzam për të mirën e shërptorit tënd, që të mos më shpifen krenarët. Syt po më shterojnë prej dëshirës së shëlbimit tënd dhe të fjalës së drejtësisë sate. Bëj me shërptorin tënd sipas dashurisë sate dhe mi mëso rregulloret e tua. Unë jam shërptori yt, më jep kuptim të njoh dëshmitë e tua. Koha është të dëftohesh o Zot, se e prishën ligjin tënd. Oh, sa i dua urdhërimet e tua, më tepër se arin, se gurin e çmueshëm. Ndërgut i mbaj urdhërimet e tua të gjitha, e urrej çdo udhë gënjeshtre. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Pranoje o Zot shërptorin tënd sipas dashurisë sate. Antifona 2. Shikojni Zotin e do të ndriçoheni. Psalmi 34. Zoti është shpëtimi i të drejtëve. Për herë do ta bekoj Zotin. Në gojën time për herë lavditi, shpirti i mburret në Zotin. Le të dëgjojnë të përvujtët e le të gëzohen. Bashkë me mua jepni lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin e ai më dëgjoi, edhe më çliroi nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë e do të ndriçoheni. Fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja, ky skamnor e thirrri në ndihmë, e Zoti e dëgjoi dhe e shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tij. Engjëlli i Zotit ngreh llogore rreth atyre që e kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, i lumja që shpreson në të. Nderojni Zotin ju shenjtërit e tij, su mungon gjë atyre që e druajnë. Pasanikët u varfruan dhe patën uri. Ata që kërkojnë Zotin do të kenë çdo të mirë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Shikojeni Zotin e do të ndriçoheni. Antifona 3. Zoti është afër atyre që janë me zemër të zotëtuar. Pjesa 2 e psalmit. E janë o bie më dëgjoni, do t'ju mësoj frikën e Zotit. A dëshiron jetën o njeri? A dëshiron ditë të shumta për të gëzuar të mirat? Rrudhe gjuhën tënde prej së keqës, gojën tënde prej fjalëve gënjeshtare. Ik prej së keqës e bëj të mirën, kërkoje paqen e ndiqe atë. Sytë e Zotit këqyrin të drejtët, veshët të tua dëgjojnë në fshamat. Fytyra e Zotit është kundër keqbërësve, për ta zhdukur prej dheut kujtimin e tyre. Klithin të drejtët, Zoti i dëgjon, i liron prej të gjitha vështirësive të tyre. Zoti është në gjatë atyre që pendohen me zemër, i shpëton shpirt përgrirët. Sa do të vështira të ketë i drejti, prej të gjithave do ta shpëtoj Zoti. Zoti ruan eshtrat e tyre, asnjë prej tyre nuk do të thyhet. E keqja vet do ta vras bakeqin, e do ta paguajnë ata që urrejnë të drejtin. Zoti e shpaguan shpirtin e shërptorëve të vet, nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë në të. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti është afër atyre që janë me zemër të coptuar. Leximi i shkurtër i orës 6, ma nga letra drejtuar Galatazve, kapitulli 5, rreshti 26. Mos të jepemi mbas lavdisë së kotë, mos të ngacmojmë njëri tjetrin, mos t'ja kemi smir njëri tjetrit, mbartni njëri tjetrit barën e kështu do ta plotësoni ligjin e Krishtit.
Është bukur kur vëllezërit jetojnë së bashku. Zoti i mbush me bekimet e veta. Të lutemi, o Zot, zjarr dashurie, na dhuro flakën e shpirtit tënd, që të duam ty mbi çdo gjë, dhe vëllezërit tanë me dashurinë tënde, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyn. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, kishit mundësinë të lusim së bashku Engjëllin e Zotit dhe orën e mesme. Në vazhdim ju ftoj të shoqëroheni me programet e tjera të Radio Marisë së Kosovës. Një zë e krishter në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.